Përshëndetje. Sa herë që ka zgjedhje ose zhvillime të ndryshme kundër kryeministrit, ai aq herë sulmon opozitën ose të djathtët, duke i përmendur ballin kombëtar. Pra, duke anatemuar njerëzit si ballist e kështu me radhë, pra me atë kolokacionin e keq që përdori gjatë regjimit komunist. Unë e kuptoj që kryeministri është rritur në një familje të përkthjelur nga komunizmi, madje një familje shumë të afërt me komunizmin që ka instaluar komunizmin, një shërbeu komunizmi, një shërbëtor e denjë e komunizmit, por nuk mund të rri unë si pasardhës ballistësh ose nacionalistësh, duhet të them dy fjalë. Zoti kryeministër, balli kombëtar u krijua menjëherë si një front kombëtar, menjëherë pas pushtimit të Italisë. Dhe është krijuar në vitin 1939 nga djali i Abdyl Frashërit, Mitat Bej Frashëri, nga Nonedim Bej Vlora, nga Ali Bej Kërcyra, nga Kadri Bej Cakrani dhe kështu me radhë, zoti kryeministër. Partia që ti drejton sot, Partia Komuniste, u themelua nga Jugoslavët me një qëllim të qartë, të përcaktuar mirë në vitin 1941, pra pasi 2 vite pasi ishte krijuar balli kombëtar ose fronti kombëtar. Atëherë unë e kuptoj problematikën që ke ti me ballin kombëtar, sepse ti e ke të trashëguar, e ke në gjenezën tënde, ti e rritur me urrëtie ndaj ballit kombëtar. Po ju them që partia që drejton ti, zoti kryeministër, e themeluar nga Jugoslavët, lindi si një grup kriminal dhe po vazhdon si një organizat kriminale dhe sot pas 80 vjetër, sepse kjo parti që ti drejton lindi në bodrumet e errta të Tiranës dhe ashtu lindi si një site guerile me vrasje të kundërshtarëve, me vrasje të njerëzve dhe kështu po vazhdon ende sot, po me forma të ndryshme. Po ti, zoti kryeministër, nuk shkëputesh dot nga reminiscencat e kaluarës, për arsye që ti i di shumë mirë. Balli fronti kombëtar ose balli kombëtar që ti e anatemon, historia i dha të drejtë, sepse ishte një formacion i gjerë shqiptarësh, pa dyshim që fillonte që nga të majtët agrar deri te konservatorët. Por gjithsesi ti nuk e kupton se ti nuk e di historinë, për pikturë ke përfunduar studimet, a nuk i ke përfunduar puna jote. Problemi qëndron që ti të anatemosh sot, pas 80 vitesh ballin kombëtar, ashtu siç parash sy shpirtëror edhe Roxha, kjo është një marrëzi që vetëm ti mund të nxjerrësh fjalë të tilla nga goja, sepse është normale kur e përdor trurin për tretje dhe gojën për jashtëqitje, kështu të tilla fjalë do nxjerrësh nga goja. Gjithsesi, balli kombëtar, ne pasardhësit atyre ballistëve që drejtuan, organizuan, themeluan ballin kombëtar, ja ku jemi këtu sot për ballë teje. Ne jemi këtu për ballë, kemi qenë për ballë teje, ishim me armë në dorë kundër partisë tënde në vitet 43-44, se e dinim që partia që drejton ti ishte rrezik kombëtar. Ishte një parti e lidhur me serbët dhe me Moskën, pra diligjoi nga Moska dhe nga Beogradi dhe ashtu vazhdon të jetë ende sot. Ti, zoti Rama, nuk e kupton, ti je drejtuesi i partisë më kriminale që ka njohur historia e Shqipërisë, jo historia e Shqipërisë, por historia e Europës pas 1945-s. Ti je drejtuesi i një partie që ka vrarë shqiptarët. Je një drejtuesi i asaj partie që ka lënë kufoma në çdo sel të Shqipërisë dhe sonde a nuk gjenden e kësaj dite. Ti je drejtuesi i asaj partie që mbushi Shqipërinë me gulage, mbushi Shqipërinë me burgje dhe internoi gjysmën dhe burgosi, diskriminoi dhe varfëroi deri në ekstrem shqiptarët. Ti, zoti kryeministër, je kryetari asaj partie që njihet gjerësisht si një parti terroriste, Partia Socialiste e Shqipërisë.